Protesta paralajmëruar nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe të bizneseve të ndryshme nga Kosova, në orën 10 vetëm se ka filluar, rrugët kanë filluar të bllokohen. Ndonëse është paralajmëruar për një bllokim total, nuk ka ndodhur ajo çfarë është paralajmëruar, por do të shohim në vazhdim se si do të rrjedhin gjërat në këtë protestë. Siç ju kemi informuar edhe gjatë ditës së djeshme edhe nga Këshilli Organizativ, po edhe nga kolegët e mi për dhomave të tregtisë, industrisë, për Aleancës Kosovare të Biznesit, për klubit të bizneseve, së bashku kemi organizuar sot një shenjë proteste, një protestë 2 orëshe prej orës 10 deri në ora 12, për me kundërshtu vendimin për me dalë me 1 qershor në tregun e lirë për shkak se institucionet e vendit, ZRE-ja, po edhe institucionet tjera cilat janë kompetente me pregadit tregun, me pregadit kushtet që me dalë në tregun e lirë, biznesi nuk e kanë pregadit, mirë po bizneset me dhunë po detyrohen me dalë në tregun e lirë, që nga dalja në këtë treg lirë i cili është sot, në këto kushtet të cilat janë sot, bizneset tona do të pësojnë për shkak se do të ketë një rritje të çmimit të energjisë elektrike prej 220 deri në 270% më shumë. Dhe çka do të ndodhë që do të rritet produkti jonë kosovar, do të rritën shërbimet, vlera, çmimi i tyre dhe do të kurrët prodhimi, do të bie prodhimi dhe do të reduktohen vendet e punës. Kështu që nuk ka qenë dëshire jona me dalë sot me protestu, jemi detyru me dalë me protestu dhe kërkesa jonë ndaj institucioneve të vendit është që të reflektojnë në kuptimin pozitiv të gjendët mundësia dhe të shtyhet se ne vetëm një kërkesë kemi që ta kemi një fazë të tranzicionit për me dalë në tregun e lirë. Nuk jemi këtu që t'ja ngarkojmë qytetarëve të Republikës Kosovës, se sot kemi marrë informata që bizneset po dojnë m'ja ngarku qytetarëve, jo, ne mbrojmë qytetarët e Republikës Kosovës, mos mu ngarku edhe një herë me një rritje tjetër në produktet ose në shërbimet që i marrin në vendin tonë. Jemi këtu për me mbrojtë qytetarën e Republikës Kosovës, jemi këtu me mbrojtë biznesin e Kosovës, jemi këtu për me mbrojtë ekonominë e vendit tonë. Sa është po me ndoshta optimale për këtë fazë të tranzicionit që po e shumë? Po ne kemi kërkuar që të jetë një vit që të përgatitet edhe tregu, të përgatitet edhe biznesi. Çdo vend, çdo shtet që i ka nxjerrë biznesin në tregun e lirë kanë pas fazën e tranzicionit. Ne nuk patëm fazën e tranzicionit. Kërkesa na ka ardhur në fillim të marsit, brenda 2 muajve ju duhet me dalë me dhunë, faktikisht duhet me dalë në tregun e lirë. Tregun e lirë dihet me vullnetin e lirë të biznesit. Krijoja kushtet biznesit, biznesi vetë del në tregun e lirë. Bile edhe qytetarët i çdosh me dalë në tregun e lirë, nëse ti ja krijon kushtet në treg lirë me gjë çmim të energjisë elektrike më lirë. Jo kundërta, dil në treg lirë me dhunë dhe gjë çmim të energjisë elektrike më shtresë sa që e ki sot të rregulluar ose që e marrëm prej kekut. Zoti Rafuna, kryeministri në detyrë tha që pavarësisht barikadave dhe bllokadave që do të vendosen, vendimi nuk do ta tërhiqin. Çka keni më ndërmarrë tutje me që ai në farë mënyrë? Po, shikoni, krym e para, kjo është një vendim i ZRE-s. Ne kemi kryeministri nëse ka deklaruar se kum po, nëse ka deklaruar kështu pindron fjalë se ka pas një paraqitje publike ku ka thonë që ZRE-ja është e pavarur. Ne qa kemi kërku prej qeverisë Kosovës, kemi kërku një subvencionim që ZRE-si nevojitet për 50 milionëve që me shty ose me najla ne këtë fazën e tranzicionit, që mos me do në tregun e lirë. Me 50 milion që prap nuk jenë privatet kryeministrit, po janë të taksapaguzet këtyne që janë sot këto, këta e mushin buxhetin. Po me këto 50 milion e pështon biznesin, i pështon qytetarët e Kosovës, se nuk i ngarkon edhe një herë dhe e pështon ekonominë e vendit. Kështu që ka dhënë edhe më shumë se 50 milion, por tjera qëllime nuk kjo është qëllim madhor, kjo është interes publik. Edhe për këtë arsye qeveria me mbrojt interesin publik, me mbrojt qytetarën e Republikës Kosovës. E qytetari mbrojt këtë mënyrë, jo duke ja shtrajtuar jetën, duke ja vështirësuar jetën. Zoti Rafuna, protesta vit se ka filluar, ndërkohë shtet po shohim vetëm një kahje të rrugës të bllokuar, tjetra është lëvizja. Ka ndonjë ndryshim planifikim në protestës? Janë duke ardhur, do se veçsa ka filluar 10, na veçsa e filluam që 5 minuta, po janë duke u ngush, ja tashin shumë blok tërësisht. Një ran. Po. Zoti Rafuna. Një ran tash vjen e dyta kështu me radhë. Zoti Rafuna, do të thonë ditën e diel këto biznesi do dalin treg të hapur. A ka ndonjë biznes, kompani që kanë nënshkruar marrëveshje me kompanitë e licencuara, apo të gjitha të dielën do të dalin tek furnizuesi mundësisë fundit? Nuk e kem një informat 100% a kanë nënshkruar dikush ajo, nuk e dim, po shumica që janë anëtarë të todës ekonomike nuk kanë nënshkruar dhe tani është ajo faza e tranzicionit ku 60 ditë ka për obligim keku, po edhe keku prap me çmim tregut, jo me çmim rregulluar. Okej, koleg. Nderuar media, jo biznese, prodhuese, shërbyese, tregtare, të gjitha ju që sot jeni këtu prezent,
Sot ne organizatat ekonomike jemi në funksion të bizneseve, të kërkesave të bizneseve, sepse ne sot këtu jemi për të thënë në emër të atyre 1300 bizneseve të cilat detyrimisht janë të dalë në tregun e hapur. Dhe kjo e pamundson konkurencën e lirë. Sot bizneset jo për çef kanë dalë këtu, po për shkak se nuk mund ta përballojnë këtë shtrajtim të energjisë elektrike. Askush nuk është kundër tregut të lirë, por ky treg i lirë duhet të debatohet me sektorin privat dhe të gjenë mënyrat më të mira siç janë vendet e ndryshme të Ballkanit perëndimor. Kosova tash është duke prirë me rritjen e çmimit më të lartë dhe kjo rritje e çmimit vjen në kohën kur në gjithë botën çmimet janë në rënje, është sezon verore, derivatet e naftës janë në rënje dhe ne kemi ngrit çmimin e energjisë elektrike. Prandaj kjo kërkesë është nga zëreja që të rishikon vendimin, të kthen vendimin, të gjejnë mundësitë më të mira të mundshme për këta biznese, për këto biznese të cilat janë fuqia më e madhe ekonomike e vendit. Dhe ne jemi sot këtu për të dhënë një mesazh publik, jo mi ngarkue qytetarët, po mi liru edhe qytetarët, sepse ngritja e çmimit të energjisë për biznese do të thotë ngritje e çmimeve të shërbimeve, të çmimeve të ndryshme që kanë të bëjnë me jetën e përditshme qytetare. Cilat janë hapat që keni Keni marrë? thënë që nëse nuk reflektohet, keni thënë që nuk është vetëm hapi i parë. Cilat janë hapat e ardhshëm që do të ndërmerrni? Këshilli organizativ do të mbledhet dhe javën e ardhshme do të jetë një hap tjetër, gjithmonë duke respektuar të drejtën e protestave në mënyrë demokratike. Faleminderit. Na ftojmë qeverinë e Kosovës që të reflektoj, të mos na detyroj në fazat e tjera, ashtu siç pas ka deklaruar kryeministri që nuk do të tërhiqen, edhe ne po i tregojmë që ne nuk do të tërhiqemi, do të vazhdojmë, por pasoja do t'i bartë qytetari, do t'i bartë buxheti i shtetit dhe do t'i bartim të gjithë ne, sepse do të ketë rritje të importit siç është duke pas çdo herë, edhe do të ketë rënje të prodhimit vendor, rënje të punësimit edhe rënje të mirëqenies, që do të thotë rritje të egzodit të qytetarëve tonë. Faleminderit. A kështë pas mundësi një prodhues të madh që kemi vetëm në Ballkan? Përshëndetje për gjithë mediat. I Berat Mustafa, kompania Fluidi Group, prodhuesi i vajit dhe rafinuesi i vajit. Unë edhe në takimet e mëhershme kam thonë se cili prodhues mund të konkurrojë me 300% të energjisë në treg me prodhuesit regional që na rrethojnë neve. Kjo është diçka e pamundur. Unë e kërkoj jo vetëm nga prodhuesit, po gjitha institucionet, edhe qytetarët, edhe gjithë të jenë me prodhuese, është momentum i fundit ku ne mund të na ndihmojnë neve si prodhues. Për ndryshe, po s'na ndihmojnë, besoni se gjithë do të falimentojnë. Do të thotë, po. Keni kontaktuar me kompanitë e licencuar? Patjetër, nuk ka, është vetëm një, vetëm këtë se ne kemi, s'kemi tjetër. Sa ka ofruar çmimin? Çmimin e ka ofruar, unë si kompani e kam marrë dukon 265 euro kilowati. Megawatt. Megavatin, po kuptohet. Domethënë është diçka e pa përballueshme kur e dim se në region energjia gjithë prodhuesier e kanë dukon 100, 110, 120, maksimumi është 130. Si konkurrojmë na me 260 apo 300% të energjisë në tregun tonë. Po cila ka qenë përgjigjja e kompanive tjera të licencuara? S'ka, nuk ofrojnë, nuk kanë çmim, nuk kanë ofertë, edhe kjo është problemi. Ishte paralajmëruar bllokimi total i të gjitha rrugëve, po siç po shihni do thotë një pjesë e Kosovës është duke funksionuar dhe veturat po lëvizin. Sipas organizatorëve të protestës, ata nuk janë për të bllokuar jetën e qytetarëve, por janë për të treguar pakënaqësitë e tyre ndaj vendimit të zërres. Pra nuk është rruga bllokuar total siç ishte paralajmëruar. Se na jemi të vetëdijshëm që janë duke u zhvilluar edhe ushtrimet e defenderit. Edhe kemi pas, edhe kemi mirë kuptim edhe ndaj institucioneve tjera të sigurisë që mos me pengu këtë misionin e defenderit që mas një kohë shumë gjatë u rikthye.
Kështu që kjo është arsyeja pse kemi lejuar një trok e kemi lënë të lirë, vetëm për mos me pengu misionin defender që është duke u zhvillu në Kosovë, mos me pengu ushtarët e huaj, ushtarët e natës dhe të këforit. Faleminderit shumë. Kalon në pjesën tjetër. Ja ndaj këtë fitorit të shtoni kurrë. Po me qenë se ne kemi qenë iniciatorët e kësaj pune, tani më jemi në bashkë organizim, në mënyrë që t'ju bëjmë dije vendimarrësve që kanë obligim me reflektu karshiji rrezikut që i paraqet Kosovës si rezultati i nxjerrjes në treg të lirë pa u funksionalizu tregu, duke i rreziku rreth 150.000 punëtor dhe bizneset më të mëdha që janë taksapaguesit kryesorë të Republikës së Kosovës. A më pse unë ndal? Për arsye se kjo vendimmarrje ka më na shtrejtu jetën secilit prej nesh e ka më na bë të pamundshme më jetu në këtë vend. Unë mendoj që ky është vetëm një sinjal mi tregu qeverisë që odat dhe bizneset në Kosovë janë të vendosura mos me pranu këtë vendimmarrje arbitrare dhe kundërligjore që ka zbatu Zareja me mbështetjen e qeverisë. Sa më shumë të refuzojnë ata me kuptu, aq më të mëdha kanë më qenë pasojat për dy palë. Mirë po unë besoj që fundi kanë më qenë pasoja ekonomike, kanë më qenë pasoja sociale dhe kanë më pas ndikim afat gjatë për arsye se kanë mi rreziku bizneset tona, mos më pas mundësi me qenë konkurrues në treg dhe veçmas kanë me rreziku buxhetin e Kosovës, sepse shumica e buxhetit të Kosovës mbushet prej këtyre bizneseve që sot janë këtu. Mirë po dikush që asnjë ditë në jetën e vet nuk e ka bën një argat jashtë sferës publike, edhe nuk e ka fitu një meditje me djersën e tij përveç nëpërmjet formacione u politike, nuk më rrinë me kuptu sa vështirë është me bo biznes, nuk më rrinë me kuptu sa e rëndësishme është planifikimi afatgjatë për një biznes edhe për të ardhmen e ndërmarrjes tyre edhe për fatin e punëtorëve që janë mbi 150.000.